Kadenca nga Mesdheu ishte koncerti artistit Xhimi Lazri që bëri bashkë Artëdashës Korçar në mjediset e Galerisë së Artit në Korç. Këngë të përzgjedhura nga vende të ndryshme të Mesdheut, por jo vetëm, treguan vlerat e një artisti që përsolli emocione me zërin dhe interpretimin e këngëve të njohura e më pak të njohura për publikun në disa gjuhë të botës. Interpretimi në piano dhe zëri i artistit lan bresa të veçanta për publikun që zgjodhi të shijojë këtë mbrëmje. Xhimi Lazri arriti që të përcjellë atë që është një emocion me finesë artistike, duke ju dhënë jetë edhe shtektimit para nisjes së interpretimeve të tij, duke përfshirë të gjithë dëgjuesit në një botë e cila ishte brenda një kristali të mrekullueshëm ku të gjithë arrinin të perceptonin edhe notat më të lehta të pianos. Reflektime dhe përzgjedhja e këngëve apo vendeve e solli artistin Xhimi Lazri më afër me publikun korçar, që jo vetëm me duar trokiti, por e shoqëroi në jo pak raste kur ai interpretonte. Është një iniciativë, është një frymë që ekziston në Korçë për të përkrahur të gjitha llojet e arteve dhe më tepër ato arte dhe ato sektor të cilët kanë nevojë për mbështetje. Ishte një publik vërtet i jashtëzakonshëm që rrallë gjenden për të tilla formate që janë formate më elitare, janë formate më kërkojnë një publik më të kualifikuar, edhe patjetër, domethënë ishte përtej pritshmërive të mia. Ky koncert u mbështet nga Bashkia e Korçës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës në Korçë.